Përshëndetje shenja krepit, kjo është panorama e interpretimit javor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndavan 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria, puna dhe një prizëm orakull. Gjendja juaj nis me 8 monedhat. Ju jeni në një fazë përkushtimi të madh. Po punoni fort, jo vetëm në kuptim praktik, por edhe me veten tuaj. Po analizoni, po përmirësoheni, po mësoni, po ndërtoni diçka hap pas hapi. Nuk jeni në një energji shpërthimi, por në një energji mjeshtërie. Ju po bëheni më të mirë në atë që jeni, jo thjesht në atë që bëni. Më pas kemi karrocën dhe këtu kjo përpjekje merr drejtim. Ju nuk po punoni më në kaos, ju po lëvizni me qëllim. Karroca është karta e vullnetit dhe kontrollit. Ju po merrni timonin e jetës suaj. Ka vendime, ka lëvizje, ka ndjesi se nuk doni më të qëndroni në vend. Ju doni përparim, ndryshim, fitore personale. Me 10 monedhat ky përparim lidhet me sigurinë dhe stabilitetin. Ju po kërkoni jo vetëm sukses, por rënjë, diçka që zgjat, diçka që ndërtohet për të ardhmen, jo vetëm për momentin. Është karta e trashëgimisë, e strukturës, e tipit unë dua të ndërtoj diçka që ka kuptim afatgjatë. Dhe në fund kemi faqen e monedhave. Kjo është fillim i butë i një kapitulli të ri. Edhe pse keni arritur shumë, shpirti juaj ende është në modalitet mësimi. Jeni gati të filloni diçka të re, me mendje të hapur, me kurreshtje, pa arrogancë. Kalojmë te familja, në familje energjia hapet me budallajin. Kjo është karta e spontanitetit dhe e fillimit të ri. Dikush në familje ose ju vetë po sillet më lirshëm, më fëminor, më impulsiv. Ka dëshirë për të filluar nga e para, për të mos mbajtur më peshën e së kaluarës, pra për të hedhur hapin e besimit, i pari dhe ai vetë me iniciativën e vet. Më pas kemi kalorësin e kupave dhe këtu del zemra, ka emocione, ka ndjeshmëri, ka dëshirë për pajtim, ka dëshirë për romantizma, për afrimitet, pra familja duket se është në një energji emocionale më shumë se sa ju mendoni. Me 5 kupat vjen trishtimi, kjo është karta e humbjes dhe e keqardhjes. Ka diçka që është humbur, një person, një situatë, një lidhje që nuk është më si më parë, është një dhimbje e heshtur, e mbajtur brenda, por e fortë. Dhe në fund mbretëresha e shpatave, kjo është karta e së vërtetës së ftohtë, e asaj të vërtetë të qartë që mund edhe të lëndoj kur ajo shfaqet. Tregon se pas gjithë emocioneve dikush duhet të flasë hapur, të vendos kufi, të shohë realitetin pa iluzione. Është një pjekuri psikologjike që vjen pas dhimbjes. Kalojmë te dashuria, ku energjia hapet me asin e kupave. Kjo është karta e dashurisë së re, e ndjenjes së pastër, e hapjes së zemrës. Mund të jetë një person i ri, një ndjenjë e re ose një hapje emocionale brenda një lidhjeje ekzistuese. Zemra juaj është e gatshme të ndjejë. Më pas kemi rrotën e fatit dhe këtu gjithçka bëhet karmike. Kjo kartë tregon se dashuria për ju është në një kthes fati. Diçka po ndryshon në mënyrë të pashmangshme, nuk është më në kontrollin tuaj, është cikël, është mësim, është evolucion. Me 10 shpatat vjen fundi i madh. Kjo është karta e përfundimit të dhimbshëm, e tradhtisë, e raskapitjes emocionale. Është ajo ndjesia e tipit kjo më vrau, por tani mbaroi. Është fund që nuk mund të shmanget më. Dhe në fund kemi 3 monedhat. Kjo është karta e ndërtimit të ri. Pas gjithë asaj dhimbjeje, ju nuk mund të mbeteni në vend numëro. Ju filloni të ndërtoni sërish. Ndoshta me dikë tjetër, ndoshta në një mënyrë tjetër, ndoshta përmes bashkëpunimit,
përmes përvojave që keni pasur ose që do të keni, ose përmes në një përvoje të re, dhe kështu me radhë. Kalojmë tek puna. Në punë energjia hapet me temperancën, balanca dhe shërimi. Kjo është karta e ekuilibrit, e durimit, e harmonizimit. Ju nuk jeni në konflikt, jeni në proces rregullimi, po përpiqeni të gjeni balancë mes asaj që jepni dhe asaj që merrni, mes emocioneve dhe arsyes. Më pas kemi gjykimin dhe këtu ndodh zgjimi profesional. Kjo kartë tregon thirrje, vendim të madh, kuptim se një fazë po mbyllet dhe një tjetër po hapet. Mund të jetë një ofertë, një realizim ose diçka që duhet të ndryshojë. Me 8 shkopind, kjo ndryshon në lëvizje, pra gjërat përshpejtohen, ka lajme, emaile, mesazhe, mundësi. Jeta profesionale bëhet dinamike, energjike, e mbushur me impulse. Dhe në fund, 9 kupat. Kjo është karta e kënaqësisë, tregon se pavarësisht stresit dhe ndryshimeve, ka potencial shumë të madh për realizim personal dhe kënaqësi me atë që po arrini. Është karta e tipit plotësim dëshire. Kalojmë në Prism Oracle ku kemi zemërim. Zemërimi është çelësi i gjithë leximit tuaj. Kjo kartë tregon se brenda jush ka emocione të forta të pashprehura. Pra zemërim, zhgënjim, mllef, lodhje emocionale që mund të jetë ndaj të tjerëve, i gjithë ky frustrim mund të jetë ndaj vetes, mund të jetë ndaj fatit, ose ndaj asaj që ka ndodhur ose që po ndodh. Pra zemërimi po ju tregon ku jeni plagosur dhe ku duhet të vendosni kufi. Paçim!